Ishte rikthyer nga Gjermania dhe jetonte në hotel. Pedofili shqiptar arrestohet në Como pas të 10 viteve kërkime. Një 38 vjeçar shqiptar me banim në Gjermani dhe me leje qëndrimi të rregull gjermane u arrestua në Como të Italisë. I kërkuari u gjurmua në një motel në Via Paoli nga oficerët e policisë së shtetit Komos, të cilët ndërhyn vetëm rreth orës 1:30 mëngjesit të së premtes, pas një raporti nga qendra e operacioneve. Alarmi u dha nëpërmjet portalit Web Lodgers, a platformës që u lejon forcave të ligjit të monitorojnë të dhënat e identifikimit klientëve të hoteleve, hosteleve dhe kampingjeve në kohë reale. Pasi emri 38 vjeçarit u fut në sistem, kundërti doli një masë kufizuese e lëshuar në vitin 2015 nga gjykata e të miturve e Triestes. Oficerët e patrullës shkuan menjëherë në hotelin e raportuar ku arritën në dhomën e shqiptarit. Pasi u identifikua dhe u vu në pranga, 38 vjeçari u shoqërua në drejtorinë e policisë për përgatitjen e dokumentave dhe njoftimin e marrjes në pyetje dhe më pas u transferua në burgun e Komos, informoi media italiane.